Dhe shumë sfida. Unë kam qenë nxënës i dalluar për herë, si në shkollë fillore, si në shkollë mesme, edhe studime mirë, po në studime e kam pas një pikë dobët, që e pranoj, që nuk ka qenë synimi im me marrë nota 10, po unë kam qenë i kënaqur edhe me një 6, një 7, s'ka qenë interesant për mu nota, po ajo që ka qenë interesant ka qenë se më të vërtet unë kam studiuar. Edhe në fund, kur shumë shokë të mi, kur e kanë përfunduar fakultetin, për ta zbatuar në praktik ato që e kam mësuar në teori, kanë ardhur të konsultuar me mua, dhe pse unë kam qenë i pa diplomuar, ata të diplomuar. Kanë ardhur se unë e kam pas principin e mësimit të lëndëve që nga fillimi deri në fund. Nuk kam veçuar me mësuar diçka të cilën e qet profesori për me ditë për profesorin. Por mua ka qenë e rëndësishme me ditë çdo pjesë e lëndës si është. Edhe sa herë pyetja jeme për profesorat ka qenë i nderuari profesor këtë që e mësuam sot. Ku e zbatojmë në praktikë, kur dalim, kur bëhemi në inxhinier, ku e zbatojmë? Shumë profesorë nuk kanë pas përgjigjen. Atëherë unë i kam thënë, shiko, nëse nuk keni përgjigje dhe nuk e dim ku e zbatojmë në praktikë, pse po mësojmë? Pse po lodhemi? Ne duhet të mësojmë ato të cilat i zbatojmë në praktikë, ato gjëra që i zbatojmë në praktikë dhe ato për të cilave pritet prej neve të kemi sukses. Në qoftë se ne si inxhinier të elektroteknikës dalim në punë edhe nuk i dim ato themelet elektroteknikës, këto gjëra tjera të cilat nuk janë lidhje me elektroteknikën, çka na hyn neve në punë? Ku është problemi? Pse i mësojmë na ato? Edhe profesorët kanë thënë se na pajtohemi me ty, e ke shumë e drejtë, ma të kohë thojshit se në Angli ka një sistem tjetër të mësimit, një sistem tjetër të studimit, ku nuk studiohet në formën e gjerë, sikur në Universitetin e Prishtinës, sepse ne e kemi mësuar në atë kohë matematikën në tërësi, sikur që e mëson Fakulteti i Matematikës, e kemi mësuar fizikën në tërësi, sikur që e mëson Fakulteti i Fizikës, edhe përveç asaj e kemi pas elektroteknikën si pjesë të veçantë. Domethënë 3 fakultete e kemi pas me një pjesë që unë po mendoj se kanë qenë pa nevojshme, se gjatë punës së përditshme, si inxhinieri elektroteknikës, ato gjërat cilat ne i kemi mësuar nuk hyjnë në zbatim. Edhe nuk duhet të ngarkohen studentët me ato që nuk hyjnë në zbatim. Duhet të mësojnë pikërisht ato që hyjnë në zbatim, atëherë kanë më shumë kapacitete të japin, më shumë kontribut në profesionin e vet.